Disa e njohën për nga afër, por edhe ata që veç dëgjuan për të nga larg, të mërkurën u pand tek varri për ta ndëruar në përvjetorin e vdekjes. Post këtu, një mbledhit tjetër u organizua nga pasarësit në partinë që dikur presidenti Ibrahim Rugova e themeloi, ku tha se ai nuk kërkoi kur rolin e herojt, por historia ja dha atë të themeluesit. Ka njerëz që e pushtojnë kohën me zhurmë, ka të tjerë që ndërtojnë kohën me qetësi. Rugova ishte i dyti. Nuk kërkoi as pushtet për vete, por ndërtoi pushtetin për një popull që kishte mbetur pa shtet. Të bëmat e tij përgjatë historisë në këto 20 vjet pa Rugovën, sipas kryetarit aktual të LDK-s Lumir Abdigjiku, do të duhej të ishin vath në vesh për lidershipin kosovar, sidomos në një fushë. Ai shkonte në përkry shtetet botës jo si një njeri që lyp mëshirë, por si përfaqësues i një populli që kërkon drejtësi. Nuk i ngrente zërin diplomatëve, por a ngrente ndërgjegjen e tyre. Dhe kjo ishte arritja më e madhe. Duke mos u folur për urrejtje, por për të drejtën për jetuar lirë në shtëpinë tonë, Rugova e bëri Kosovën të dukshme. Abdigjiku shtoi se Rugova nuk e pranoi politikën si ambicie, por si detyrë sakrificë, teksa provën e dhimbjes personale e kaloi pa e humbur njeriun e mirë brenda vetes. Duke folur për formimin e Rugovës, Abdigjiku tha se udhëheci historik i Kosovës nuk u formua në rehati, por në mungesë dhe në padrejtësi. Provoi kjo që sipas tij i dha dimensionin e durimit dhe qetësisë politike që karakterizoi atë gjatë gjithë jetës. Sjellja më mirë për Kosovën është një Kosovë e pavarur. Rugova frymën e fundit e dha në një ditë të ftohtë janari në vitin 2006, pasi nuk i bëri ballë kancerit në mushkëri. Edhe 2 dekada pas vdekjes, ai mbetet një nga personalitetet kyçe që i dha formë projektit politik të shtetit Kosovës, duke e ndërtuar atë mbi parimet të demokracisë dhe orientimit perëndimor.